Zhvilloni një mendësi bolloku, si të tërhiqni suksesin dhe pasurinë natyrshëm. Mirë se vini në këtë video të re dhe shumë të rëndësishme. Sot do të flasim për një nga konceptet më transformuese në jetën e çdo njeriu, mendësinë e bollokut. Shumë njerëz besojnë se suksesi dhe pasuria arrihen duke u lodhur pa pushim, duke punuar ditë e natë, duke ndjekur me forcë çdo mundësi. Por e vërteta është krejt ndryshe. Suksesi nuk është diçka që e ndiqni me vrap, ai është diçka që ju e tërhiqni natyrshëm kur bëheni lloji i personit që e meriton atë. Nëse jeni gati të ndryshoni jetën tuaj përgjithmonë, atëherë uluni rehat, merrni një stilolaps dhe një fletore, sepse kjo video do t'ju jap mjetet që ju nevojiten. Le të fillojmë. 1. Bolloku si gjendje e brendshme. Çfarë është në të vërtetë bolloku? Shumë njerëz e lidhin bollokun vetëm me para në llogari, shtëpi të mëdha, makina luksoze ose udhëtime të shpeshta. Por kjo është vetëm pjesa e dukshme e icebergut. Bolloku është para se gjithashtu një gjendje e brendshme. Është një mënyrë të menduari, një ndjenjë e thellë brenda jush që thotë, ka mjaftueshëm për mua. Unë jam i denjë për sukses. Universi bashkëpunon me mua. Kur jeni në këtë gjendje, suksesi nuk ju ndjek me vështirësi, ai ju gjen juve. Ju nuk luftoni për mundësi, mundësitë fillojnë të shfaqen natyrshëm në rrugën tuaj. Mendoni për një moment, a keni parë ndonjëherë njerëz që duket sikur gjithçka u shkon mbar pa u munduar shumë? Ata nuk kanë domosdoshmërisht më shumë talent ose lidhje se ju. Ata thjesht janë rreshtuar me energjinë e bollokut. Ata mendojnë, flasin dhe veprojnë si njerëz që tashmë e kanë suksesin. Bolloku nuk është diçka që e prisni të vijë nesër. Ai është diçka që e kultivoni sot, në çdo mendim, në çdo fjalë dhe në çdo veprim. Kur e kuptoni këtë, gjithçka ndryshon. Pyetja që dua t'ju bëj tani është, si ndiheni kur mendoni për të ardhmen tuaj financiare? A ndiheni të sigurt, të qetë dhe të hapur ndaj mundësive, apo ndiheni të tensionuar, të frikësuar dhe të kufizuar? Përgjigjja juaj tregon se në cilën mendësi jeni aktualisht. 2. Mendësia e bollokut dhe mendësia e mungesës. Le të krahasojmë dy mendësi krejtësisht të ndryshme që ekzistojnë në bollë. Mendësia e mungesës beson se burimet janë të kufizuara. Nuk ka mjaftueshëm para, mjaftueshëm klient, mjaftueshëm mundësi për të gjithë. Sheh jetën si një lojë me shumën zero, nëse dikush tjetër fiton, unë humbas. Lind frikë, zili, konkurrencë të shëmtuar dhe hezitim të vazhdueshëm. Çon në vendime të nxituara nga frika, në kursim ekstrem, në mosbesim ndaj të tjerëve dhe në ndjenjen e përhershme se nuk mjafton kurrë. Shumë njerëz jetojnë të bllokuar në këtë mendësi pa e kuptuar. Ata shohin suksesin e një shoku dhe në vend që të gëzohen, ndjejnë zili. Ata refuzojnë të ndihmojnë të tjerët sepse besojnë se po japin diçka që u mungon atyre. Mendësia e bollokut beson se ka mjaftueshëm për të gjithë. Universi është i pafund. Sheh suksesin e të tjerëve si provë se suksesi është i mundur edhe për ta. Lind besim, gëzim, bashkëpunim dhe kreativitet. Ju bën të ndiheni të lirë, bujar dhe të hapur ndaj ideve të reja. Njerëzit me mendësi bolloku festojnë suksesin e të tjerëve sepse e dinë se kjo nuk pakson shanset e tyre, përkundrazi i rrit ato. Ata ndajnë njohuri, lidhje dhe mundësi pa frikë. Pyetje për veten, kur shihni dikë që ka arritur diçka të madhe, a ndiheni të frymëzuar apo të kërcënuar? Përgjigjja juaj është një pasqyrë e mendësisë suaj aktuale. Kjo nuk është thjesht teori. Studimet në psikologji dhe neuroshkencë tregojnë se mendësia juaj ndikon drejt për drejt në vendimet që merrni, në nivelin e energjisë suaj dhe madje në shëndetin tuaj fizik. 3. Hapat për të ndryshuar mendësinë. Tani vjen pjesa praktike. Si ta ndryshoni mendësinë tuaj nga mungesa në bollok? Hapi 1. Ndërgjegjësimi. Fillimi i çdo ndryshimi është ndërgjegjësimi. Duhet të identifikoni besimet kufizuese që ju mbajnë peng. Disa shembuj të zakonshëm. Paraja është e ndyrë. Paraja fitohet vetëm me punë të rëndë dhe sakrifica. Unë nuk jam i aftë për sukses. Nuk jam fatlum.
Njerëzit e pasur janë egoist. Merrni një fletore dhe shkruani të gjitha besimet negative që keni për paratë, suksesin dhe veten. Pastaj pyesni veten, kush ma ka mësuar këtë besim? A është ai vërtet apo thjesht një histori që kam përsëritur për vite? Hapi 2. Fuqia e fjalës. Fjalët tuaja nuk janë thjesht fjalë. Ato janë urdhra që i jepni në ndërgjegjes suaj. Në vend që të thoni, nuk e përballoj dot, pyesni, si mund ta përballoj këtë? Jam i varfër, po punoj drejt bollkut financiar. Nuk kam kohë, po i menaxhoj prioritetet e mia me mençuri. Çdo herë që kapni veten duke folur nga mendësia e mungesës, ndaloni menjëherë dhe riformuloni fjalinë. Kjo duket e thjeshtë, por me kalimin e kohës ndryshon rrënjësisht programimin tuaj mendor. Hapi 3. Mjedisi. Ju jeni mesatare e 5 njerëzve me të cilët kaloni më shumë kohë. Rrethohuni me njerëz që mendojnë gjerë, që flasin për mundësi, jo për probleme. Lexoni libra si Mendja e pasur i Napoleon Hill, Bolloku i Deepak Chopra, Atomi i zakonshëm i James Clear. Dëgjoni podcaste, shikoni video motivuese çdo ditë. Krijoni një mjedis ku rritja personale është norma, jo përjashtimi. Hapi 4. Mirënjohja, vegla më e fuqishme. Mirënjohja është si një magnet për bollkun. Kur vlerësoni atë që keni tashmë, i dërgoni sinjal trurit dhe universit se keni mjaftueshëm. Dhe kur truri beson se keni mjaftueshëm, ai fillon të shohë më shumë mundësi. Praktik e përditshme, çdo mëngjes shkruani 5 gjëra për të cilat jeni mirënjohës. Bëjeni këtë me ndjenjë të thellë, jo mekanikisht. Falenderoni edhe për gjërat e vogla, një kafe të ngrohtë, një buzëqeshje, një mundësi të re. 4. Vizualizimi dhe veprimi. Shumë njerëz bëjnë gabimin të mendojnë se vizualizimi i vetëm mjafton. Jo. Vizualizimi pa veprim është vetëm ëndërrim i kohë. Vizualizimi i duhur është të imagjinoni veten si versionin tuaj më të suksesshëm tashmë. Si flisni, si ecni, si visheni, si merrni vendime, si ndiheni kur merrni një email me lajme të mira, pastaj silleni si ai version. Vishuni pak më mirë sot. Flisni me më shumë besim. Merrni një vendim të vogël që do ta merrte personi i suksesshëm. Veprimi është hura midis ëndrrës dhe realitetit. Filloni me hapa të vegjël, por të qëndrueshëm. Konsistenca e vogël çon në rezultate të mëdha. 5. Përkushtimi dhe rreziku. Bollku kërkon zgjerim. Ai nuk vjen te njerëzit që qëndrojnë në zonën e rehatisë. Duhet të dilni jashtë asaj që është e njohur. Duhet të merrni rreziqe të llogaritura. Duhet të thoni po për mundësi që ju trembin pak. Njerëzit e suksesshëm marrin vendime shpejt dhe me besim. Ata nuk presin të kenë të gjitha përgjigjet. Ata besojnë te vetja dhe te procesi. Mirëbesimi është qelësi. Edhe kur rrugëtimi ka sfida, ata vazhdojnë sepse e dinë se çdo vështirësi është një mundësi për të arritur. Mesazhi përfundimtar. Të dashur miq, suksesi nuk është diçka që e ndiqni jashtë vetes. Ai është një reflektim i asaj që jeni brenda jush. Kur ndryshoni identitetin tuaj, kur përkushtoheni plotësisht ndaj mendësisë së bollëkut, kur kombinoni mirënjohjen, fjalët fuqizuese, mjedisin e duhur dhe veprimin e qëndrueshëm, atëherë bollëku bëhet i pashmangshëm. Mos e ndiqni suksesin. Bëhuni njeriu që e tërheq atë natyrshëm. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të lini një like, të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni zilen për të mos humbur videon tjetër. Në komente më shkruani, cila pikë ju preku më shumë sot. Dhe nëse doni një video vijuese për ushtrime praktike ditore për mendësinë e bollëkut, thjesht shkruani po në koment. Ju uroj një jetë të mbushur me bollëk, gëzim dhe sukses të pafund. Takohemi në videon tjetër. Mirupafshim.